Një skeç shumë i bukur. Shumë i bukur dhe... Dhe nuk është i gjithi. Po e shoh që nuk ka kompleks për këto gjana, që është shumë... Bile, kom gajle, ma jenë karakter ki kolegi E kam prej për shkak që është 11 apo sa minuta është? është 12 minuta. 12 minuta dhe të mos kemi efekt jo të mirë, që të flisni ju më tepër se sa që shohin. E prem pjesët pak më interesante dhe të dinë se paka shumë se për çfarë dhe për kë bëhet fjalë, edhe pse jam e bindur që e dini tashmë qindra mira klikime jam pjesë e këtyre që sa po pam dhe të tjera që do të vinë në vijim dhe live që do të kemi skeqet dalë nga dalë. Po më thonte shpëtimi që ky skeç është i realizuar me herë të parë. Po. Cila është e veçanta, domethënë zakonisht shkojnë shumë gjatë, si është puna e këtyre? Është puna shembull se kur i shkruajmë ne këto skeçet, i shkruajmë realitet ne tetovarçe, edhe tetovarçe interpretojmë. Edhe këto është një gjë pozitive shembull, edhe me bë gabim improvizimi është. Shembull është gjë shembull. Edhe këtë skeç shembull 12 minuta e kemi bë për herë të parë, realitet ndoshta edhe një herë kemi qesh, ama ta bësh shembull një skeç, shembull edhe të bëje shembull 850.000 klikime, sa ka shembull për 12 minuta edhe të kesh sukses, kjo është interesant. Për realitet ne e parë që u bosh në gra me Florimin, edhe që nuk e di se si la presë publika, grua, si gjeshe ma gjoj më se e prejtën pozitive. Dhe mësej hinëm në natutën e grave. Mirë, për të që po thu, si po e pranon publiku këtë gjatë, do më thonë t'jesh, se për para kemi pas problem në për skeqa tjera, jo unë personalit që e kam lyt, po që e kam djek unë kolegëve tjerë, kanë qenë, mbullis, po do më thonë, e kanë lyt rullin e grus, një femre. Edhe, ashtu pse tek gji, ha... Do më dhe para gjykimet e ndryshme. 90% e kanë shumë qef, edhe 10% që ofendon një mashkull që veshon fustan, edhe e ka qef. E ka pa më mbi 10 herë, edhe 10%. Edhe e shef më shumë sa ta që e ka qef. Dhe, e keni menduar në njëherë që keni më shumë klikime nga vjehrat dhe nga nuset? Ju a ka thënë këtë dikush? Nga vjehrat dhe nga nuset, ata në televizor më shumë e shohën, po në qofë se tani kanë edhe ato Android telefona, pëse jo, nështë shohën. I kanë, dhe hecë më mëso bisi ta përdor se filanja di e unë s'di. Bile kohës fundit me qëto umorët, se ka dhe do tjera me vjerat me nuseve, i kemi shtim fesat. Dhe tash do të me bo një umor t'i pajtojmë pak kohës fundit, se shumë... Bojmë krim. Për kënd vërtetën, si e kam pranuar publiku që t'jemi të folim e të dëgjojemi, të themi bash si thue kjo fjalja. Folna e në gjona. Ashtu, janë problematikat të cilat i hasim për ditë. Mirë po, gëlltit nusja e gëlltit vjera dhe nuk dalin në pah. Po ju i sjellni shumë bukur në pah, madje. Shumë interesante. Kush është ideatori për këto tekste? Kush i shkruan, sa kohë marrin? Skenarët realitet ka shkrujt Elmiri, edhe umorin këto e ka shkrujt. Realitet ideja ka qenë edhe imja e Florimit ma shumë. Edhe thëmë bashkë i kemi shkrujt ato, po e ka përpunu Elmiri. Sepse Elmiri është regjisori i 3T-s, emisioni 3T, edhe aje ka punu, dhe ma ka shtu tekst ose diçka që... Po realitet kryesorjen e bëjmë ne. Me thonë skenarin, punën më të madhe edhe si ideator edhe si nismëtar i emisionit humoristik 3T ka qenë Elmir Sejfullaj. Edhe i ka po gjithë shka, me thonë, emisioni humoristik 3T ka për qëllim humorin autentik tetovar. Mirë po tani kohës fundit na edhe jemi privatizu më te për bëjmë skenare edhe vetë. Kritikojmë edhe qeverin tanë, gjë që është shumë e bukur, gjërat që janë munges në qytetin e Tetovës. Shikueshmëri më të madhe kanë... Berkan, mos më shiko ashtu se në qita, kam të porë që vizit. Faleminderit shumë. Jom fokusu të ti. Do gjo me vëmendje. Ta që unë e kam të kunder armik. Do të përbali. Kundërshtar në pak. Më shumë, do me thonë, shikueshmëri kanë humoret të që i ceket ju vjera nusja, tradhtia, e bomja, e thpymja, gjëra dasmat, si hargjimet të gjëra. Unë jam kujtu se kjo bon tematikën e dashmave humori, shumë 12 minuta. Edhe gjdo shqiptar e ka bo shembull dashmën e vetë, edhe gjdo shqiptar shembull për inat, dikuj tjetër i ka bo dimijat, njëri me Swarovski, Kemaltana, 300.000, edhe në fund shembull, kur vjen shembull njëshi ose dishi e pret kreditit, sa i telefonon shembull 20-30 herë, edhe pastaj bjen pishman edhe jo rastisht kam rejshë më shqyqeshmëri, se kur ullet buri edhe gruja, edhe shqyqen humorin, edhe kje gjejmë vetën shembull aty, se në fund të përmendim ne shembull nuk ka lidhje rrimën se e kanë dalë,
dasma të bohët. Ana për tera. Edhe e në ki shqiptara, vjetë e pa dasmë, në ki mu 1.000 euro borç mi mu. Që e di shumë me. E ka bo high definition. A ti ka këthy? Jo, që qartë këtime nuk i këtejmë, në kërë i marëm, nuk kemi më. Përmende shikueshmërisë. Ju se keni shikueshmërinë ose pikërisht kështu të pyes. Spjegoni diçka rreth suksesit. Cëllën e pajtën shte? E pajtat parën. Për shikueshmëri, pastaj për suksesin, diaspora, doni se në bramjet, koncertet. Shikueshmëria shumë më shumë në realitet diaspora e shikon shumë. Shumë se normal, ne më pak sa kanë diasporë, shumë prej Maqedonia ose në Kosovë. Se të është edhe Kosovës i shikon, se kene edhe humore me kritika. Shumë ministrin, edhe pa marrë parasysh shumë se është katunar, që e formja ma e shikon ngjarjen, shumë edhe Katunar që. e kupton. Katundar. E gjenë ministrat vetë. Po normal. Okej, edhe vazhdo. Realitet unë katunar kom le edhe katunar që të foli. Vazhdo. Edhe puna e shumull shikeshmërisë, kur e kena fillu në fillim, se ne nuk e kemi ditë shumull, se këtu ka dy variante shumull, ose të bësh bum me humorin, ose shumull kur dalish rrugë të këto se dikush marrë shumull çka ke bë. Edhe këtu ke përparësia shumull se tekstet e në fillim ne i morëm tekstet më komike. Shumë me ngjarjet më komike dhe realitet për një muaj, sa ke një muaj sa filluam në ato, dhe të mrinëm shumë 3-400.000 shikime. Edhe jo rastisht shumë tash kam rikë 14 milion, besem një 20 t'i bëm. Edhe pak, po shoj edhe ndërrend. Ki bile qash precis, shjo e ka zonë edhe 14 milion e sa ju frenë deri para 5 sekundave. Kush ishte ideator i karaktereve Limja dhe Timja? Po, shpëtimi e ka emrin Shpëtim, në fund 3 shkronja janë Time, Timja, edhe unë Florim Limja. Edhe vete kemi bërë. Timeline. Interesante. I vjen ajo. Jo, i të është interesante se kur ishë në fakultet, se ne kemi qenë bashkë, me një klasë. Të kini herë i thënë të profesorit, profesor Suleman Rushitit, ta luj një herë femnën, ta luj femnën. Që e fiktime një të Po, që e fikti ta luj femnën, edhe a i tha, okej, ta aj luje një herë. Për ki qosh me i reboni. Profita, hajde dhe një herë. Jo, për pasaj murë në qafë mu, se kur e shqyqesh shumë, edhe pak të emi tu. Të gjë rastisht këtë publika në realitet ma shumë time. Cilët vende keni marrë pjesë? Në Zvicër kemi qenë koncert, vitin e kalum, edhe nga ka thonë shumë motiv koncerti i Zvicrës në Amrisville, se zakonisht shqiptarët Tetov, Maqedoni, koncertet nuk e kanë shumë qif të dalit. Shkojnë Kosovar, Shqipnijës, shqiptarët. Atë natë kemi qenë Ermal Fizulaj, Teuta Selimi dhe ne humoristat e Tretës. Na kalzon organizatorët mas mbrëmjes se në salë ka pat 900 veta, 800 deri 900 veta, vetëm Tetov, Kosivar, Shkup, shqiptarët e Maqedonit që kanë ardhur për humoret tona. Shumë kanë ardhur prej Gjermanie, prej Kosovar, për Do Shqipëri. me thonë për kratë vende. Ajo na ka dhënë motiv të nesim shkrujmë ala. Keni pasur oferta tjera për qenë pjesë e koncerteve, për të luajtur pjesë Mirë humoristike? pyte sepse interesant, Zvicra për edhe për këngëtar, edhe për mu pikërisht ka qenë, është një start i diasporës. Për me këndu jashtë Zvicra është gjithë e parë. Hajde një të une mas ne shkojnë. Dhe shko puna të Zvicra. Shumë ta marrish parasysh të Zvicra janë parët tona. Shumë shqiptarën Zvicra janë. Shumë edhe shumë këto kur e shqyqen e qëllin ma shumë katunarqe, shumë tetovarqe, shumë të folme. Edhe te Kosovarët vjen interesant kjo. Shumë se edhe kur ta zhebi mo lulje shumë këtë shtrem shumë prekeri shumë. Edhe realitet kur ta kujtesh me një janë shumë se çdo vjerë, kur takohet vjerë me vjerë. Shumë e përqeshën nusën e dikujt shumë. Nusën e vete nuk duron shumë ta përqeshë dikush tjetër. Gjerdan Shashia, për me ju këshirë? Si? Jo, nuk e la mrenda, jashtë dere ishte. Nuk e la. Nuk e la, nuk e la. I gjatë shumë edhe. Jo, po pengon të të himja atje. Pse 3T? 3 në kuptime ka. Tetovar, TV Qela, edhe atë tretën do jese për është sekret. Se me qenë se edhe moja të mra fjokët edhe 3T, shumë 3 qela. Jo, realitet, atë kupton shumë si dush. Deshta që pyesa, jeni 3 veta? 3 veta jemi. E ku është i trete? I treti merret me ca projekte madhore në Greqi, imitimin e filmit Troja dhe Greqia, është Troja me Greqinë? Po. Akilin e interpreton. Seriozisht. A nuk beson për këtë? Hajt. Po, një të ndash beson, është nuk beson, të ka zjanë që ja. Më pëlqen shumë shkronja ë. Me rrëza, tingëllon shqip, se rrallë, shtete. Të vështirë të depërtoni në pjesën, edhe t'ju marrin seriozisht në pjesën e aktrimit dhe humorit të mirëfillt që ju jepni. E kanë qenë njerëzit skeptik se mos e bëni se nuk të del mirë,
mos merr një iniciativë se do dilni keq ose diçka Shqiptarët tillë. gjithmonë e kanë këtë. Nuk jemi marrë shumë me këtë punë, se çfarë do thonë, edhe pse na kanë thonë shumë. Ne ala në telefon e kemi disa lloje si kërcënime, po çashtu diçka, edi. Ama nuk na vret shumë ndërgjegje për ato bla bla bla. Bile ma kujtoj, vërtet ma kujtoj një humor. Kër e bëm një humor me këtë, shembull, është të dhanë shpirt. Jo në Florimi edhe... është të dhanë shpirt. Po, shembull, është të vdek, shembull, jam të vdek edhe kam unë një pjesë, shembull, t'jek shadet, laj ta lesh. Edhe shembull, këto me mjekra fillon vërtet na kërcënojnë, shembull, tonë... Edhe s'dishim gjë të bëjmë, shembull, çdo herë ishna me frek, shembull. Eri të vjen e këndi, të vjen andi, të vjen andi, të vjen e këndi. Shumë edhe në telefon se në tesh në një tjetëri. Dali, se ta marish në qafë këtë, të marri ki mu. A e shqip një vetën si konkurencë stupcave? Unë me ndoj shumë të stupcave. Ose a shqip një vetën në rang stupcave që suksesi ka që të avo? Se shumica e din ato që janë ma... është punë për voje, stupcat janë në skenë 15-20 vite në që se s'gabohem. Na ala 2 vite s'kemi 15 vite të mira janë. Stupcat jo, ka shumë për s'kaqen. Nese edhe? Bergam 15 vite, ja? E di që është puna, shembull, gjdo vend shembull i ka aktorët e vetë. Edhe shembull komedinë e vetë. Ne kur ishim në Zvicër rastisht unë e pash në televizion, shembull, një pjesë e Gjermanisë shembull i ka aktorët e vetë. Një pjesë tjetër e Gjermanisë shembull nuk i shqyqon shumë. Shembull ne në Maqedoni shembull te humorit jena ne, për momentin 3 edhe janë edhe misterik si këto. Ama ka një gjash, kur bësh humor me kritik, kritik shembull qeverisë, kritik shëgjeshmëria pak më e madhe. Shembull se nëse te ke një kritik, ti si ne thuaj shembull. A nëpërmjet tonë, shembull nëpërmjet humorit tonë mund ta bësh një sharë ose nëse ne të shpreh shembull atë mllefin që e ke ndaj pamarrësi ministra gjyqëse. E kjo është puna edhe pse stupcat përparoshëm, ato bën ndryshimin e humorit. Kjo tot 20 vjet, po sigurisht e ka përzi në Jo, Sabri Fizullon. 30 janë Jo, grejt. po ka problem pak me vjetët ai. 15 janë stupcat, 15 vjetë, se mba me ndi Ka vogël. pasur që takoheni ndonjëherë sy me ata të cilët i keni kritikuar? Dhe çfarë ju kanë thënë? Shumë para se me i bo humorët, ne kemi shiqu shfaqje, po shumë në teatr edhe shfaqje tonë, shumë çka i kemi lujtë, dënjerë duhet ta dish edhe pse kritikojsh. Unë dënjerë shumë çudita me disa njerëz. Kritikojnë shumë pa punu ato. Në realitet njeriu disi kritikohet, shumë mund ta kritikojë një humor, a mund ta bëjë një humor më të mirë se ai. Edhe shumë kur humori jonë të shiqohet më shumë se humori atij, kjo kritik. Jo shumë ne kemi kallë televizionin edhe rrim, shumë edhe e shiqojmë shumë pa marrë për stupca, se të s'bon humori, po ti bone një më të mirë. Shumë se je çati profesioni, je shumë aktor. Bone një punë shumë, edhe për kritika kjo. Ma e keqja është që nuk jemi shpesh të profesioneve të cilat i kritikojmë. Po thjesht, kritikojmë sa për të pas bisedë mbazarke. Po, që jo po. Kritika pranohet, kritika të njërë është gjoja majrë se pi kritikës më mësuj shumë ma tepër për të përmisan që se ka defekt. Ama të ne njerëzit zakonisht ka shumë raste kur veç kritikojnë. Hajë se të thëmë të njëse. Familjet, sa ju shiqojnë? Dhe ka ndodhur ndonjëherë ta shihni humorin që keni bërë në prezencë të familjarëve të juaj? Premierën shpëtimi zakonisht e pret me familje në shpinë, ditën e hanë, ora 7:30. Jo, pa kena mëcu edhe orari, 7:30. Pa marrë parasysh a është e hanë, edhe jam mëcu ato. Njerë e kallin televizioni, pastaj. Unë merem pak me do punë mamadhore dhe ja do punët e imta kolegu tim. Rrete familja, shumë gjdo babë, shumë gjdo nanë, gjdo shumë pa marrë parasysh. Shumë ka knajci kur e shef shumë fëmijën e vetë mrinje, shumë duko, se ta nale shumë dikush të se bravo shumë filani, shumë gjali jote se diçka. Por realitet edhe familja ndonjëherë tep kritika. Shumë se jora ne kemi 200 humore, nuk mund 200 t'i kesh shumë të mira. Shumë se ne duhet ta kuptojmë edhe një gjatë tjetër. Kur bëjmë humor, bëjmë humor për të kritiku, ai nuk është humor. Shumë se është pjesë e humorit, ama është më shumë si tragjedi. Kjo është e bom një humorin me Jugokromin që është në Tetov. Nuk mbillet Jugokromi, edhe ne e bom shumë, ajo është tragjedi, shumë se njeriu vdes për Jugokromit. Do ta kete fjalën domethënë me ditë vendin se kur e thon, ndoshta një fjalë thjesht të bën çe me çesh. Nuk është humori të bësh grimaza apo ku e di që djekun dëgju për një personit një fjalë që s'bën shembull, edhe ajo është një kritikë e mirë që s'duhet për shembull shumë të kthehesh në dikun që ke thënë diçka. Super kur ndëgjon nga publiku, nga njerëz të tjerë që e kupton, është për me qesh, mbet aty dhe pastaj vazhdon me tjetrën, ashtu si po thuti me kritiku,
ajo është mënyrë ofendus, unë e po të rëzoj ty që unë e me hypë ma naltë dhe me qenë janë ato ka... Realitet, për pun kritika shkje ka ma keq, se kje lu ministri. Shumë edhe mund që më kërcënimet mund t'i marri ki ma shumë, jo unë. Përveç se e kam atë... Pse, ka kritika? Kërcënime më falë që të ndërpres Florim? Jo, s'ka. Edhe në qoftë se ka, prap s'ka. Do me thënë i eliminoni si me spas? Jo, nuk e eliminojmë, eliminohem. Se na nuk i dik, Eliminohen vetë? Okej. Ishe duke thënë? Isha duke fol. Ose isha tu fol një sen. Ta i foli pak si gjatë. Çfarë tha Berkan s'parës kritika? Se vërtet unë nuk e kuptova shumë. Berkani tha për kritikën në bon zban. Nuk kritikohet individi, një qytetarit e tovës, kritikohet... Jo, nuk kritikohet... Se pas kënë dëgju, se kom pas për kritikën. Unë e tash për hajgare, do me thonë se cilat hajgare mund me qëti me qeshtë jo. Se humori e disi është puna, se humori do t'jesh edhe pak, shumë aktori do t'jesh e si thajnë azgan. Shumë në humor, vërtet që shu do t'jesh e shumë. Ne nuk do bëjshim humor asë njëherë. Se në qofë se frikër së mbësh humor, s'ka humor shumë. Në qofë se e shef shumë se te nuk punohet një projekt shumë. Ne kina bo 3-4 kritika humorit, shumë edhe, jo, ndoshta ne nuk kina kanë shkak që janë ndërtu shumë dhe ato gjaje. Shumë janë ndërtu rruga shumë Zherov janë, radiovës. është ndërtu rruga, shumë ujë, usjellë që janë bo ato rrugët. Jo se neve na kam petë, ama... Besoj se humoristi duhet jetë atë humorin që e bën, jo humor, do me thënë, në aktrime kam su një fjallë, thut telefonat, mos e telefono publikun që unë e tash kam dalë këtu, apo diku jashtë, unë e do t'ju bëj humor, edhe ato psikikisht do t'in që do t'jetë humor edhe shofin të kritikojnë. Hajgaret, shakat që i bojnë, mendoj se du t'jen edhe jashtë me shoqëri. Spontane. Para pregatitjet emisionit, pas emisionit, me shoqëri. Sot stand-upi është ajo që mund t'a fusësh në skemë, në humor, në shkollë, në familje. Stand-upi është seni kryesor që me atë stand-up bën gjerim humorit, bën... Avla? Po, vetëm se stand-upin shpëtimi nuk e kupton, ja sqaroja pak Berkan. Stand-up comedy. Jo, da lexoj. Unë e kam qenë shumë për shemë për një fjallis vogël me zbulu me bo diçka të madhe, edhe me qesh, thjesht. Yes? Mendoni që aktrimi lindet apo mund të përvecohet edhe me shkollë të aktrimit? Sepse unë personalisht mendoj që o e ke dozën e humorit, ose ke. Edhe përvecohet. Edhe përvecohet, po duhet kesh ambicje për ta përvecu. E thua nga vetja jote, sepse e ke pas dhe pastaj në fakultet e ke zhvilluar më tepër, ose si? Ma herët jam marrë unë me projekte, me kam pat qef prej vogël, normal. Ama normal se me punë bo... E ka lujt baba dimni në shkollë. Kribin të di... Shpëtimi këzër kuqe. I ka gëzu gjitë. Isha tu folë, shpëtim për ne. Jo, fol, Florim, fol. Zakon, për erë ma bon qëta. Ama ti kreti emisionin Ti me më fala. Ama qëlo gjim bon? Më fal, Limer. Kapuqi për tje bicikleta. Kapuqin e kom ndeshje bon Shumicën e rastëve në që zotë të mori... Shumë termofor koka. Shumicën e rastëve në që zotë të mori shumë të... Realitet që këtë limja timja bon shtëpin time. Shumë edhe shumica të umoreve. Edhe shfridzojmë banesën e bekimit të kolegës tjetër. Shumë të qdo bëhet ma shumë. Akilit për të vishë. Pa, i cili ndodhet në Greqi. Greqi, këto bëhet. Për realitet edhe shumë që zëmë në për ambulanta. Sa pranojnë ato? Janë të gatshëm që të pranojnë? Për shumë, pak edhe realitet ma shumë thojnë jo. Shumë e kemi të zamë, pa marë parësish gjithjesë. Se ne kër e bëjmë një humor me doktorët. Kritikohen doktorët, e shumë normal asaj, shumë si vjen të ecë, unë dhe të kritikoj ta, e Ecë shpinë time? Po, ecë shpinë time. Po ku i qoni të shpisë kur i realizoni në shpitua e humorët? Unë nuk e di kuj ku i kam qef, se zakonisht në shpi e këti kemi i gjizu, edhe më ka thonë vetër i në shpi. Në ato, si thonë, në ato fjokat e... Fjok, në realitet kur i nqizem ato rejnë mas kamere, se me emocione i ndjekin. Me publike i nqizoki ju live. E kam një lutje të rritë ju. Kos gjatjen nuk po e thëm, ju sa doni Vesh pare borsh më lip, losh berka. Pare borsh më gërka. No. 1 minuta, 2 minuta, 3... A mund të boni tash për tash një skenar të vogël, një aktrim të vogël të shofim të kjo. Nëse do në ullu eja të unë këtu, unë të ndroj vendin, që shembul jeni me një kafe... Për ditën. Jo, me gjume, po të bom cua po në mata gjithë. Qa të përmendim në mund kërë qëlloj Jo, vesh mos bon. pyet asë njerë, qëfar, humoristi, aktori nuk pyet qka me bot, tash inkuadro me njerë në skenar edhe findim, fillot diçka, edhe kur fillot të e përgjigjet, automatikisht. Dush tragedia, komedi? Më pyt, tha. Mos pyet, Vesh kalza do t'ja para, do t'ja që mjekë. mos pyet.
Mo hynën në shtas. Këto ka një problem tjetër se kur Ti do qesh profesionist diploma në fakultet, profesori na ka thonë ma aktroni pa pare, ama për ishte emisioni do e bëjmë. Pare duhet të çojmë njerit atje. Kjo është shumë e vërtet, se vërtet kina një, a më kupton. Nuk ka duhet t'ja qëm njerit. Se merr ati, merr këti, njën fajt kina hej. Që qakët të na presin të deri emisionit dhe një dit. Ato e kafe të qelim. Asre tipi të shkallë të kohës, tërmasit dhe ta gjemë së ditët. Na vërtet, për të kitë të puna e kafes, nesër duhet të marrëm Bile, material. qëta e të gjani e keqe, dhe kërëm thajri ma u këto. Nuk tajrin të Ma e, kërëm thajri në telefon dhe të va bëjt da, se me ndoj se banka. E di da, e ne dhe të nesë njerë, e në gjë njerë, në gjë njerë gjithë të thua saja, dhe folem magjenisha shqip. Njerë marrë frajnë. E në kur folem magjenishta, dhe ti thamë, nuk na jet, da. Veç rabën mora ta shesën, rabën a qëtë, valla, veç raba jotë se ka vlerë ma tepër. Nuk ta merre në pazar treshi, nuk ta merre. Rabën të për pjesë, zot ta qëtë, vërte mora ta shesëm rabën sa si më bukë, valla. Halë punët. Që ishte? Po, No, alos kina ndajshë. Po pres se po të shoh shumë rahatin replik, a i hynin u Na fokusuar. prejshi, sa nesëm të bëjmë, e po. E veç për ndërhyje. realitet... 4 herë që na Shikues nderuar, prej sot emisioni Pastel do zgjat 5 orë, se 2 orë prova të aktrimit edhe 3 shfaqje, kështu që Edhe 5 orë do të keni premiera. mundësinë që ta shikoni. Hajde Edhe Monisja, 4 shkurt premiera. edhe krye. Lo, Berkan, ka edhe një gjë, shumë, aktrimi. Edhe në teatr, kur lohet aktrimi, një muj bëhet prova, nuk mund të fillohet Nuk shte. mundën më nje. Ta shdesh publike, da. Vogel. E po mirë, atëherë diçka që e keni realizu ma herët. Bravo, hajde. I kina hara. Tregojmë drejtë dhe vërtet e kemi erë. Atëherë, Jo. me që i kenë haruar këta, të ju rikujtojmë ne. Kemi edhe një video të shkurtër me disa momente interesante të një skeqi tjetër dhe ju rikujtojmë. Dhe pastaj, s'kan arsye tonë që i kanë haruar, vetëm pas pak do t'jemi sërish me Pastel. Se martesa nuk ka. Kundrat, ataj. Me t'lime. Do t'i pegullate raqë. Pa një këmajsh, pa një send, pa buka hazër. Po të ngresh kafja të kreveti. Ku ka ma mërë? S'ka më jo, Gjimi e vullë s'ka më s'ka, ashtu është da. Jo, e në që shto me ndojshë. Ama kisha thonë, da gjeri në të bakë. Po pse gji? Si dhe pse, për di murë, unë, që ki gjikës, Po? gjë isha të shë, gjë të isha ume, në kuzhinë, veç kur nuk duhet vegeta. O, qito. Tetova, ala ka burra tronë si unë. Po? Unë jo burë pjative të moshmive. Po, ne. E në ato gratë, gjin po bojnë. Gjin si taj, si ki. A thash, ha? Unë kom pak mjekër. Ah, Po, ah. për atë rejra ha. Po si kështav, se kina dëshmitarin këta, mbas 3 mujve ne dëvem të vizitojmë taj. Jeni të mirë se ardhës. Jeni të mirë se ardhës. Sa s'po. O nuk ndroj. Kamarier. Qëlloheve 5 minuta, avna. Ej, më duket se këto burrat e sodit, mistik kil vnohen gjithë hanë qitek. A zero organizmi bëna më vagërkon. Që ku ert? Zemër. I kum qa gjoker me duplo gjoker va kum shet, i hinë më rashavaçkit me plot dashuri vetëm për ta i lëq. Sa saati? Zemër, po... O pak vonë. A thate 15 minuta e ne jevna 20 minuta. Po be zemër, ama shta hinëm për kita, për qatë se unë nuk dhe uvnof, shama ato më lutën e ne hinëm, su bom një e ne hinëm. O, gjoker lofsh. Afro pak shëqnej. E ne pak. Kush ta ne pak? Pak ma ti kje? Pa zemër, a prapa? Opa, zemër. A prap zemër? Po nuk vnohëm, ba. Ha? Kush ta të vnohosh? Nuk vnohëm as një. Si be nuk vnohosh, si nuk vnohosh, be taja organizmi, be ta kërkon që tekin. Na be zemër... Si zemër. Okej, Po the. Loq, kaj. Kët. Okej. Kush ta kët, kush ta Më kët? falë, më falë. Kraut, ben grej lejet. Kush ta kët, që se edhe me shaj qëpër. Lëq, të mbajke, vetëm sa të dush veç ka bëjt mos, e pasi ta doktori kitë bëjt dhe sajmi ki, mo ka bëjt, mo lëq. Më falë, lëq, kësa ruha, se të pikoja pagi. Gjipet, unë të marë. E të merë. Si qëte. Bravo. Doktori, ja? Po, se më falë, e non ke sajmë, po, lëq, po. Varianti D. Dishit, ma frebe më së... Të vendi, kasha, Hajde vnosh ma. Si nok.
Gjithsesi një sketch mjaft interesant. Më kujto diçka te ky skeçi. A i ke kthy atë rastin 3 herë tjera shmullë. Është një gjë interesante që mos e kur incizohet. Që më kur bëhet diçka mirë, që më vjen, që më regjisori e shes sa është mirë, edhe nuk e ndërpret. Edhe unë e kisha shumë një mundësi këtu, qatë shumë i kum ra Florimit, kur u kryo mori, këtu pjeshim bo kamët. Edhe më kujtove se, më kujton edhe rinin e Florimit, se Florimi ka pat fjokët që qanë, kur ka i ri, po nuk e di kush ja zdroj. Se zut lahat me varakin kohës fundit. A është e vërtet lere? Po, përveç varakinit. Mirë, po teshat kush ju asiguron? Si... Cilat tesha? E karaktereve? Ato karaktereve kryesore... O Limja, cila do qoftë që e luani? Në fillim kemi pa 3 karaktere kryesore, do me thonë Trauni Shizo që kemi qenë edhe ende jemi, ato i ka siguru do me thonë producenti jonë. A tani, do me thonë, çfarë bëjmë skenare në vete, ato i sigurojmë edhe vete edhe në sigurojmë. Prej kuj? Pinanës. Po ka do butika, gjënë të tofë shkemi bjejmë edhe i Jo, bashkë është të butika? Te gjami i butiki shumë tesha për nanat. Edhe na i marim... Jo, vetë si kur janë që më këto punë të grave, punë të femnëve, që më gjdo kush kena, që më ose një nuse 3 në shpi, ose nanën, ose pa marrë parasyret e marrish dhe një tesh, që ama ato teshat që më shkojnë gjdo skeq, jo që më t'i ndrët, që më ki fustani kuq, që më fustani kuq a bo hit. Që me tjenë dhe një qytet tjetër, ki fustani që më di 3 milion shetet. Atë ne do t'a hudhish fustani, që kjo është pohën e... Po prej aty e ka marrë, prej të ngjyra e kuqe. Ka kujtu se edhe këti do i gjaja, nuk i gjanisht. Dhe rafet shumë të bukra i kishë. Ekstra kësho mi bejmë, pizvicre. Mirë. Si është meresh me humor? Knatësi. Vesh largohesh pi problemeve të përditshme atë. Ndikon ajo në qetësimin apo në shkarkim që thua ti? Shumë. Seriozisht. Vetëm të njerë, kur nëse në mlidhen shumë, e di edhe humorin e lënë, shkon pinë kafe, merresh me problemet. Ama vërtet humori të qetëson shumë. Unë kom dëgju që komedianët më të mirë të botëror kanë fytyra serioze. Edhe gjithat komedi që transmetojnë tek publiku e kanë nga fëmiria e tyre e hidhur, pasi që mundojnë ta gjejnë lumturinë duke i bërë tjerë të lumtur. Ajo është vetëm tek komedianët më të mirë të botës. Ne jemi komedianë thjeshtu, tregutar. Jo, sa ka të bëj kjo me juve? Nuk e di. Jemi serios në jetën e përditshme. Nuk jemi bashkë ashtu si na një publiku, a më kupton? Kemi ca bla bla. A ka pasur ndonjëherë momente kur keni dhënë një informacion serios, mirë po e kam pasur vështirë t'ju besojnë? Çdo ditë. Me ata që na njohim pak çdo ditë. Bile më kujtoj se është interesant që më të aktorët, që më të artistët, që më se folin që më bëjnë shaka, më folin kretë serios, rej. Që mund të thojnë që më një fjalë ka vdek filani. Edhe ti i beson, që më me gjenë pak i huj gjithë si njef, që më i beson, se ato rinë kretë serios. Vdiq, gjynaf, se vdiq, që ka patë. Edhe ti që më, kura shofi shatë filanin, dhe nuk njerë dismetajtë që më se nuk e di shaka ka vdek, a s'ka vdek. Kjo që më po jetën e përditshme normal, çdo kush ka shumë stres e gjaja. A në humor që më në humor do t'jesh, mos e kuptoj publika që ki. Edhe në qoftë se ke luj që më për 1 euro humorin, që më humorin do t'a luj si me i marrë 1 milion euro. Që më se publika qatë e pret. Që më se edhe populli jonë, që më në Balkan, ku t'jesë, jam popull me stres, edhe ka nevoj për komedi. Edhe shfaqjet në teatr, kur i japin, që më ma shumë i pëlqen komedi. Që më kur ka komedi, më shet full, kur ka shumë tragedi, shumë dram, tragedi, nuk i shqyqen shumë. Ndoshta edhe kjo ka. Desha që pes, në një rast komik nga përditshmëria juaj, që ju ka ndodhur juve. Real, i pa improvizuar. Rast komik përdit. Ose nga publiku rrugës. Po, nga publiku. Në një sen që ju ka shti shumë e qesh. Nga ndodhë me publikun është vërtet tragedi, komedi kjo, se me makinë të vozit, fajtor 100% kam qenë, për një rrugë industriale në të to, edhe sfirata, unë pak me nervosë, nëzitojshë mdull, 18.000 metra burë, për jashtë edhe afrohet, ka unë me të shajt me si shqiptari, mo, këshu, ba. Edhe u afru të makina, unë tash t'hikjo, se të bëjt diçka, se nuk jam jasaj natyre, tash... Ki kishe hitë motori pi frigës. Kur afru të gjami edhe mos disha, tash t'i bëj mua bet DDH, shpullën, berkan. Edhe kur më pa kush jam, edhe tu ndejt, tu shaj, tu bërti, tu qetsu, i qiti fmit prej makine, u afru, më bon fotat e shptova. Kjo ke, edhe ta shqyqirë. Ma kujte edhe një rast, ishim me këtë mbaj të tovës, edhe tu hec ne edhe një burë me një fmit vogë, i thët ati fmit, shqyqe këto.
Edhe kusha Halkit. Na kishin ngatruar neve me Halkit. Edhe qatë, të janë Ka punët e... shumë raste për diçka. Shumë se ke lëllë raste, vjen shumë dikush e bjende një fëmijë, shumë. Edhe ai fëmija, shumë babës i ka thënë na gjë du dalë foto me këto, edhe kur vjen s'dil. Ajo ka thënë Ai dil foto i s'du. Edhe më shefat mbrapa babës. Po ai dil foto e ka shti kështu. Ama s'du. Po s'du. Edhe shumë të bish një pozitë keqe, di, aty hapish dorën atë fëmijës atë gjithë i bësh. Edhe ke pa fotografi për herë baba në plan. Çfarë ajo ka ndodhur, marr prindi më ju thanë na mundet një foto dhe më ia dhan telefonin fëmisë dhe prindi më fotografu me juve. Ato të mëdhejt zakonisht me mu fotografon, publikën ato triti ka shpëtime se mu më kuptojnë ma tepër, jam ma i qatë. Se edhe si e thash me vitin një ditë, me pas drejt, ndër 18 vjetë votojnë, shumë të kishim qelë parti, ne, sigur të fitësh. Ndër 18. Tetova juaj. Ndër mbi 18. Po, si keni punët me dramat, me teatrin, me rolet mbase serioze t'i quajmë, me karakteret të ndryshe nga humori që bëni? Kemi punu, kemi bo edhe shfaqje private, edhe filmat me trajit shkurt kemi bo. Tani jemi me një serial së shpejti presëm të realizohet, edhe dashzot realizohet, ku të dy kemi fitu edhe aty, të me thonë, role. Për qëfar seriali bëhet fjallë të luta? Për një serial psikologu, pilot programi u bo, presëm së shpejti për një nartë filloj, ta shku si qëfar nuk e dim, përveç regjisorit. Keni fituar karaktere, dhe me thonë, rolet aty? Arben Kastrati, Kosovës. Përshëndesim Arbetin shumë, po. Jeni ekip e mirë sa e kom pa. Gjirimet e keni bo në Shkup? Po, në Shkup, e keni ndjek. Nuk e kemi ndjek, po kam informata sa do pak për këtë serial. Edhe mendoj që kam e qenë një serial i mirë. Edhe na presëm, shpresojmë. Në këtë serial aktorin dhe shoku i pingush Dritoni. Dritonin, me Dritonin kemi lujtë bashkë edhe të një serial tjetër të jo... E Dritonin së shpeti kemi me pas edhe në studio të tonë. Macedonia Isin My Heart, Po. që ka qenë regjisor njëjtë Arbeni. Arbeni, po, edhe aty ka qenë. Dhe aty kam qenë dhe unë pak. Edhe unë kam qenë pak aty. Dhe unë pak kam qenë aty. Qëllimi Arbenit i serialit është për të mirë, normal, kjesë që t'jesh më rej, po realitet ne kemi fitu thamë role, thamë e kina fitu thamë atë. Unë e Florimi lujme dhe Bekimi lujme aty, shumë prej 3 tës, lujme të 3. Shumë unë jam polic, ajtë Florimi ka ndryshe, po ta shfillim dita ditës. Normal ndryshe, se në lujme të dy një policin. Se zakonisht në bashkëm gjithkun, edhe kur vjen ndonjë ofertë, ndonjë casting, audicion për ndonjë regjisori, edhe kur pranoj rol, unë i them regjisorit, ne jemi plat të jetë në zemi 2. Jo, edhe jam puna se shkem gjitës ne, me lepak edhe në gjitemi të di. Shumë di një, di gratis si shpe. Am 15 minuta të arshme si që vlen juve, e merë dhe tretin gratis. Po, normal, po. I treti shkon këshu, unë darish. Tandem shkon ju. A shqit lujtë me nej film dram? Film dram. Jo, diçka krejt... Jash komedis. Komedis, out-komedis. Pse jo? Edhe kemi lujt. Edhe kemi lujt, jo. Shumë filma, pa marrë parasysh, janë filmat studentëve shumë, ama shumë ndënjoni për ative filmave ka shku edhe në festival. Edhe kemi lujt shumë, edhe kështu dhe film. Shumë film. Pa marrë, realitet në teatr, shumë nuk kemi ti kisha 50 vjetë, shumë, ose 60 shumë dhe kisha mund të foli, shumë, kom lujt shumë 30 role, ose 50. Ama shumë kemi lujt në filmat studentëve. Filmat studentëve, realitet edhe një film fundit e kam me regjisorin Sabedin Aleun për festival është punuaj, special për fondacionit filmit Maqenis. Edhe ajo është tragedi, mund të. Mirë, ju si aktor, cilët aktore do një mas shumë ti? Gjithë kështë e ka një këngëtar ose një aktor që e do në mas shumë ti? Unë e Cimën e kam aqi. Cimën, pa. Aktor pyte? Jason Statham për qëtë. Cima, këngëtar nuk është? Piktor, pra. Për Cimën, nëse thu Gjeri Lecit, për Cimën... Jeve Cimën i muhale ka një Cimo i theri. Aktor pyte si Cima... Po dhe, kitë kontra more. Ki ka me nda për atë Cimën të uj, këta? Se nuk shpe... Ba aktor, shumë... Mund 100% është Amerikan, i huj do më thonë. I huj do t'jes, e? Jason Jo do Statham. t'jese... Ta do mne t'huj. Po, Shumë për gjero. ishte edhe me flok. Jo dhe pse, tu i patë shumë aktorët tonë, shqiptar. Shumë më kara shumë i kam qef, shumë filmat e vjetë, shumë Sandro Prosi, Kadri Roshi. Shumë janë aktorë, shumë Reshat Arbana. Janë aktorët tonë, shumë... Po prej t'huve? Tash ne që ditë na, kër ishi gjem turkët, shumë fmej turkë si lojnë. Po meri ti filmat e Shqipëri, shumë filmat 1950. Kretë me fmej ka bo. Shumë me fmej, shumë regjisori kam rjetë shumë 4.000 fmej edhe shumë i ka zjetë fmej. Shumë edhe ne që ditemi tash edhe shumë ka Turqie. Atërë jëmë bon Shqipëri filma ma shumë, në atë kohë se sa sot shqiptarët e Maqenisë që bëjnë këtu.
sa mos me thonë hiq, se vërtet hiq zbohën. Për shembull një bekim feminin. E vërtet Realitet, ka s'kom shumë pa filma, film, të regoj drejt beke, shumë është i filma math. të cilët dita ditës shfaqen S'kom ka pa, kanale filma ma është i math ato. të ndryshme të cilët i shfaqen dhe shohësh si talent që vitet e mëparshme, mirë po gjithashtu Edhe nuk vetë mungon linë as tematika ambitës. e bukur është ajo shumë, Pa. që është edhe në fakt mungojnë sot filmat shqip, Edhe po pse si se Shqipëria shumull, kreti histori, mendo, kreti historinë tonë, shumull, ne shumull shkemi shqyqim pa marrë përësi filmat turqe, edhe unë kam qif lut, shumull, edhe dikush tjetër, edhe kreti aktorë. Ama shumull, meri shumull filmat e shumull shqip, shumull, ose shfaqet, ma pare janë bo shfaqe populore, shumull, De Krisman Paris, pa marrë përësi shumull. Edhe janë shqyqu shumull ma shumë, shumë e kam bo Churchill Stoplin film, Nëntori, shumull, edhe shumull, unë kur i shqyqy edhe ato filmat, edhe shumull ndoni film Hollywoodi, pa marrë përësi ato kënë kushte. Shumull, ato s'kam pat kushte, ama qaq original e luin shumull. Tematik ka pat. Qaq original shumë dhe njerë kam ledzu, kanë sakrifiku jetën shumë. Shumë kam vdek të lujtë në film. Shumë, se s'ka pat bajisi atër, edhe une shumë ma shumë i vlerësoj filmat shqiptar, pa marrë përsi, edhe Kosovës. Shumë, kam bo një riu prej dheu, me qmime shumë, dere Albaner shumë, këto filmat. Edhe ma shumë i vlerësoj shumë aktorët shqiptar, ma shumë i du, se sa aktorët shumë Hollywoodit. Jo, po nuk është që nuk ka aktor shqiptar dhe talentum, ka plot. Ka dhe shumë sukseshëm, mirë po edhe shumë Po shkak që talentum. disa kanë arrit që t'jenë projekte amerikane dhe nuk e kemi numrin math që janë atje. Do me thonë ka me të vërtetë, sikur që po thot mirjeta aktor shumë, për shembull këtu ka do një Jack Nicholson, një Marlon Brando, kemi aktor që tani me fillu do i ngelet e këtë teatri që nuk Jo kemi rasisht po shumë, përmend. po marrë përse edhe Macedon shumë, janë qka janë shumë, ama ka edhe ati aktor të mi shumë. Shumë ne duhet të shqyqem aktor të Balkanit, se ngjarjen kur e bëjmë ne edhe qëmë në për festivale, shumë e bëjmë një ngjarje luftën Kosovë, luftën Macedoni, shumë edhe kur e shqyqon, shumë da që shumë, se më varet shumë mentaliteti njeriut, si ja shumë. Kur e shef një shfaqje më popullor, shumë më mirë e kupton publika. E kur të shqyqoj shumë një shfaqje si e ka vra ai shumë në Angli, me thik e ka elmu, se ka elmu, edhe ma nuk e kupton shumë. Për atë jo rasisht unë Tomaskan nuk e ve me aktorët shqiptar. Pasi nuk ndajnë 24 ora, i ke numru sa shembull sa herë e thot në ditë, fjallin shembull. Po. E tham të dy më njëherë. E kam vërejt, shpesh e përmendën, po mu nuk më pengon hiq, se ky Ama e ke numru në ditë sa herë Po e nuk mund thot. të numroj, se nuk... Më te përse hapa dalë. Besoj që jashtë emisionit e përmend që se shoqërinë Jo, ndryshe. nuk e përmend. s'tu qatë Jo, ne shembull, apo? nuk kina vakët të përmendim llafin shembull. Se kret jetën me shembull e kemi. Jo, i na boje snafa kohës fundit. Së më qohen ato di me Florimin 5 më njësit, edhe shkem shumë të po. Mirë diçka vret, gjenti diçka mirë vreti. Tash unë e kam pas do me thonë, fjallën do me thonë. Ma çdo fjalë do me thonë. Pas periudhë, edhe unë kam ato të mijat, për shembull. Për shembull. Ja. Ama e lami seriozitetin Varet koha shumë, Kjo që ka në vaktin e luftës a përmend lufta, di. Edhe unë kur kam pas 17 vjetë, 16-17, e kam pas shprejt them shumë të dua. Dhe më thok, që pas e kaloj edhe Ka ajë. qenë faza. Sa jemi të dashuria, më falë që për ndërprej Berkan, sa jemi të dashuria. Ti ki pak seriozitetin dhe vlla kalzoni pak e në femna, Kush? të dyt. A ki je? Urno? Berkan e këna Jo, unë jo martu, të aki. Jo, unë s'ka. Unë edhe unë beqar, ja. Tregoj drejtën. Unë që mu ju martu ka një vjetë e gjimës. Ata është 1.000 euro borç mi kalli. Edhe të dalë e vërdeta. Florimi timi të i kërkon nuse, po nuk ina të gjëtë shembull. Se ki me katalog i ka. I porositën prej... Dhe një gjë që mu kujtu tash, të gjithë të dashurat mbase që keni pasur, ju ka tërhequr vëmendjen ndonjëra dhe që keni pas shumë të lehtë ta imitoni Cilët Jetën e e imitoj? pikë sparit, të dashurat? qëto ma betin fundit, grua të shpejt. Kësë gudzon, ama ki Jo, grua, po për atë... Jo, ja, e bëjmë këshu, më Të falë dash- shpëtim. Po edhe ti grunë më, Po, merte. Martu? Ti erdhe dikun mirjeta unë që dashta me më lut diçka. Gjenti që tha, falë që të ndërprejma fjallën. Ka 15 sekundë ose 20, i keni ta imitoni ka një aktor. Ose dikon, që e njofë më gjithë me. Ti njerë. Ja 10-15 Ti sekunda, grup pa tjetër, një imitim shkurt. O thot ku vënove? Ama dikuj që është bum, lutem. Që e njofim gjithë. Jo, dhe që vese. është- Mund jetë edhe Architekt e qëshara. shmija. Jo, për atë, Vetëm pak, ja. në emisionin tjetër, qka zhvëtë? Mund t'jetë qesharak, ma mirë që publiku ka nevoj që të qeshen. Hajde. Imitoni dikun që e njofim gjithë. Imitimi është shkolla e parë sa e dija aktrimet. Gent Gent, hesht ne ta mos e imitojmë. zgjat. Po. Gent hesht mos e zgjat. Janë të Nga për parësi urna. Janë të mendu. Kërkojnë tjetë. Zotri Silo,
E di si bëhet rakia, zotri si bë. Po tunde moj na fije, tunde di begun, tunde. Oh, të keqen moj na fije, tunde moj, tunde. 10 sekonda, 5. Kjo është, nuk ja di emrin të telekomedia, shumë në Shqipëria është do me Enver Hoxhën. Unë për imitoj dikon, për si ati emrin për e di, apa e. Aktori nuk më kujtojt, rësa do këndo emna shumë 15 shkronja mbi emnit. Hajde ti. Bravo. Hajde ti. What's your name? Do të tregoj aktor? Hajde be vlla, mos të pyet aktorin, mos të pyet. Ma fund, ha? Hello, anybody here? Anybody here? No, it's nobody here. Please come inside. You told to kill my wife, asshole. What? You told me that anybody of you had killed my wife. Get the fuck out of here. Pom. It's Jan Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Edhe Jean-Claude kështu flet. Jo, po. Vesh kur vret ma ndrysh. Është një dukuri që e kom lexuar te një faqe në Facebook edhe se ishin të emrat. Për shembull Shqipëria i kanë emrat ashtu të vajzat, si është Klajdi, Majdi, çapo diçka. Kosova i kanë Petrit, Korrapsene. Antetov, pse sa herë gratë marrin atë fjalën e burrit? Nazimajca. Po geti. Është shumë e vërtet. Nuk është vetëm Tetova ajo. Shumë vende thot ashtu. Jo edhe në Angli i thëshin shumë. Nuk është Gjonavica. Gent, nuk është vetëm Tetova ajo, shumë vende. Shumë veten. Edhe në Gostivar. Edhe në Gostivar për me. Edhe Gostivar e ka. Vetëm nëse ka emrin Tetov Qenon, i thon Qenonajc. Në Gostivar Qenonajc. Vesh në fund a. Dallimi. Ty shumë interesant, Gentinajt, shumë apo Gentovajca. Gentovajca. Sa keni qenë pjesë e festivaleve? Kemi marrë pjesën për festivale. Bile te kjo Milingon e Art dështum, ish një Milingon e Art të në Shkup që ka qenë, na nominun me në kategori, aty bon një, tash nuk e di çfarë është. Na punon si na për Kibrit. Është klub me Axhën. Aty kemi qenë në kategori me Mohamed Zeqiri në Rruga Drejt. Po do të thon, aktorët e emisionit humoristik 3 të hyjnë në kategori me emisione. Me emisionin Rruga Drejt. Kjo nuk është e drejtë hiç. Am kupton se ne jemi aktor, na bëjmë krejtësisht diçka tjetër. Edhe ne krejt se ku na prezantojnë neve tha e prezentojmë tha 3 tonë, shiqëshmëri më të madhe, gjelmoshat në tungraj, e ne tha e fiton Mohamed Zeqiri. Mirë, edhe kjo një eksperiencë e mirë, mbas herave të tjera ju nuk do ta prisni dhe njëkohësisht do duhet që të ngriteni dhe të shkoni ta merrni çmimin. Inshallah s'na shtin me Alijen ose me mendojnë në një kategori kështu aktorët me lidera. Faleminderit shumë që ishi pjesë e Pastel sot. Faleminderit për ftesën dhe juve. Dalo, këto faleminderit, do i thush se kem bolesën, po kinse e kem bolesën edhe kem e thonë të varske dhe ashtu se femën. Hajtë. Kush ta tho se shtahen? Shumë qif kom ta këzisi këtë. O aspirin, o diazepam, ka na i hapë. Ka për krajen ki. Thuje atë rolin që e ke ti, publikun përshëndete me atë rolin. Cila është kam kjo? Cila ka mirë? Ne jemi tash në total. Mirë po, kur ti do fillosh të flasësh, lirisht mund drejtohesh këtu në kamerën që ke drejt. Ju përshëndesim kitve, përshëndes emisionin Pastel që na ka ftu këtu, edhe shpresojmë që për ju publik të dashur do bëjmë shumë më tepër humor. Ditën e mirë. E zda kësdi si Berkanin, ma. Dhe timja? Vishohe. Bravo. Oj, muatër, lua që këvo kam një luqe. Juve nauseve në vjerat se copa u bojnë. Lua që ma mu së përlani si gërdi i kini la. Shepna. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve, faleminderit. Ishte një bisedë e këndshme, një bisedë e realizuar me 2 aktorë të shkëlqyer, të cilët bëjnë pjesën e humorit të tyre, të cilin e kanë të shkëlqyer në fakt, gjithashtu si që aktrimin e kanë si profesion të tyre. Sërish jemi në Pastel, shikues të ndëruar, unë me të vërtet qëndroj tani afër musafirit ton, që me të vërtet s'po di se me çfarë fjalë ta prezantoj, nuk kam fjalë sepse është një krenari, edhe është një kënaqësi për neve që sonte kemi në studio bot fjalë për lojtarin shumë popularizuar, ai i cili lun në Young Boys, do me thonë në Ligën e Zvicrës, që ka të bojë
shumë që me një fjalë bëhet fjalë për një ligë që garon me ekipet më të forta në Evropë. Është Taulanti me neve sot. Taulant, mirë se erdhe në emision. Mirë se gjetë. Taulant Seferi në fakt ta prezantoj edhe me Me tre musonierët jemi ne. Ka qenë vetëm Mirjeta, tani jemi dy. Mirë se erdhe, si e? Mirë faleminderit. Si po ndjesh? Mirë, shumë rahat. Mirë, shumë mirë. Ka pak ditë që ke ardhur fakt. Po, jam në Maqedoni që 3 ditë. 3 ditë dhe ne morëm informacione dhe menduam që të kishim sot në studio. ju Dhe falenderoj ti me shumë. njëherë pranove që të vish, faleminderit edhe ty. Dhe na thuaj pak pse je për momentin në Maqedoni dhe pastaj do të kalojmë edhe tek pjesa e karrierës. Po kam marrë në Maqedoni me vizitu normalisht familjen, shokët, nuk kam shumë ditë pushim, po kam marrë më herët prej lojtarëve ndryshë tjerë për arsye lëndimit, edhe do të shkoj më herët se lojtarë tjerë se kam kontrolla me bo dhe qështu. Kjo ishte arsyeja dhe Si këtë pësove deshim që... lëndim? Ishmi në trening, edhe kena lujt sulme edhe kundër sulme, dhe me thonë lujshmi si kur sulmuse edhe mu këthy mbrojtje. Edhe dhe me thonë na e kishmi topin edhe e humbën topin, edhe u dosh mu transferu në mbrojtje. Edhe bashkëlojtari jem, po vjen ka drejtimi jem, ka shku në parën e në majtë, pas të u këthy në gjatë dhe që aty, dhe me thonë, kam një dhimë të të maja dhe kam rënë në tokë, edhe gojti kam pas janë mush me ujë, edhe kanë intervenu dhe me thonë me shpejtësi fiziot e klubit. Taulanti, Ke pasur- një lojtari suksesshëm, po ashtu edhe një djalë shumë simpatik, me 19 vjetë, ka arrit një karrierë shumë të mirë, do me thënë të bësh transfer në Zvicër është shumë punë e madhe, sepse unë jam fan si futbollit, dhe momenti kur ta Young Boys, kur u adaptoj edhe pak, Genti më thotë, hey Young Boys, vetëm pak, se kishim edhe musafir tjerët për një moment tash, me të vërtetë sot e kemi Taulantin këtu dhe Taulant, si ndjesh Klush, çfarë ndjenjë është Klush me një ligë të tillë? Zvicra edhe si reprezentacion, po edhe si me treningje, me gjitha gjana që ka të bëjë me futbolli, njifët klasën më të madhe dhe është një edukat dhe një trenim shumë më ndryshe. Po, normalisht është knatësi me lujt në atë ligë siç është Liga Zvicrane, do me thonë se ka dallim shumë madh prej ligës këtu në Ballkan që janë pa marrë parasysh në Maqedoni ose Kroaci ose çështu. Do me thonë unë jam shumë i lumtur në atë ekip, do me thonë pa bane pyetjen se ç'ish janë treninget, ato do me thonë ka dallim shumë të madh, do me thonë janë ma profesionistë, ka perspektivë më të madhe atje dhe për momentin jam shumë mirë dhe shumë po ndina rahat në atë ekip. Ti ishen rabotniçki dhe me njerë shkove në Zvicër. Po atë dallimin, do me thonë atë dallimin të madh, a u adaptove me njerë, tash, ku isha, ku erdha? Po, normalisht që po, do me thonë, me një ren, mas një muaj e kam vrejt dallimin se në çfarë ekipi bëhet fjalë dhe për çfarë perspektive ka Se ma jetë të klubi. më tha, ke lujt kundër Evertonit dhe kjo gjë është, edhe shikojmë ndërkohë fotot nga Taulanti, këtu je, në Young Boys, po. Urlo, Mirjeta, më falë. Jo, s'prish punë, tamam puna, se cili kemi ato pjesët. Jeva mirë, në krenari për ne. Po, Taulant, shpjegoj pak këtë foto. Këtu jemi ka një event me këtë ekipin, do me thonë me një drek, edhe do me thonë para hymje se kemi bërë këtë fotografi bashkë me... Kjo është bashkëtari im, dhe do me thonë kena bërë fotografin Si para është emrin kë? Kjo është Alexander Gernt. Çfarë pozitë lun? Kjo luna është, do me thonë, sulmus klasik. Alexander? Gernt. Gent? I pa e më në temë, Jo, me rë, është me rë. Gernt? Gernt. Ata si Gent. Do me thonë ki ka lujt edhe për përfaqësuesin e Suedis, bashkë me Ibrahimovicin. Bravo. Si u adaptove ti? Si të pranuan? Si të pranuan si lojtari ri? Do me thonë, unë jam shumë i knaqën me që shumë kanë pranu edhe stafi teknik, po edhe bashkëlojtarët e mi. Kur kam hi në fillim në zhveshtorën e ekipit, i pari lojtar që më ka këprit është Serb. E ka emrin Milan Vilotic. Ai tash për momentin është kapiten, se kapiteni jonë është i lëndum. Ai më ka pranë, do të thonë, në afër meje dhe më ka thonë çfarë do që duhet, për çka ke nevojë, ja ku jam, veç pyet se ka aty për arsye se unë e di me folë edhe serbisht, edhe do të thonë ka prit, do të thonë jo veç ai, po më kanë prit këtë shumë mirë. Jam i kënaqur. Bravo. Që sa vjet je aty? Në janar i baj 1 vjet. Kismet. Po. Sa loja i ke lujt? Më falë që po ndërprejnë e ta. I kam Se lujt- po shumë po du më vetë për futbol. I kam lujt, do të thonë, 5 loja me ekipin Young Boys,
dhe më pas ndodhi lëndimi. Se ma humbe pyetjen ti. Po kjo fotografia? Kjo ka qenë ndeshje me fanellën e Rabotničkit, kjo kundër Pelisterit. Kjo është nëse njihni Ilir Elmazovski, lojtari kundërshtar. Dhe këtë lojë kam bë gol, edhe kemi fitu 4-0. Oh. Po. Dhe njëri prej 4 golave ka qenë joti? Jemi. A jenë kontakte ndë me futbollistët e Rabotničkit? Po, non-stop. Dhe më thonë, kemi një chat në Viber, edhe është grupa FC Rabotnički, edhe aty do më thonë kontaktojnë çdo herë, hajgare. Sa kanë qenë të lumtur për suksesin tënd? Po mu me thonë se kam bërë transferin ma shtrejt për Macedonisë, për lojtarëve ma të ri, do më thonë, janë kanë shumë të knaqër, dhe shumë të lumtur normalisht. Ka qenë edhe një transfer në Francë, një lojtar I Rabotničkit. Po, Gjoko Zajkov, po. Okej. Ato, ti edhe Gjoko do më thonë i keni pas transferat më shtrejt këtë sezon? Po. Po, edhe Pandevi kur ka dalë për Macedoni nuk e ka pas transferin më shtrejt se ky edhe Gjoko. Gjoko, po. Taulant. Vjet interesant për Taulant, se pak evra ka Taulant, bandri për Taulant edhe këtëm Taulant. Sigurisht e ke edhe nickname-in Toli. Jo, më thirin, a gjenë në Zvicër më thirin Tauli, këto të Rabotničkit më thirë Taljo, shumë emra ndryshme më ka Ne e donë. bëjnë edhe Taki, Tako. Po, Taki, zdo. Kështu, pri Rabotničkit me njerë në ligën e Zvicrës. Edhe pe e bëjnë një analizë. Okej. Sa është mundësia e madhe që ti, basi për kohë shkurt prej Rabotničkit, po futesh në ligën e Zvicrës dhe prej ligës Zvicrës ty është në Barcelonë. Sa ekziston mundësia? Sa beson që mund t'jetë një ditë kjo? Unë besoj, do më thonë, qofse me punë, qofse punon dhe ja bën izmetin punës, do më thonë, nuk ka punë që ta ndalë transferimin në Barcelonë, pse jo. Pikërisht është Barcelonë, së është fanë si Barcelonë. Do më thonë, normalisht është vështirë, po besoj që me punë arrit gjithçka. Me reprezentacione si I ke punët? Ke parë ftesa? Po mirë, kam pas festa nga të dy përfaqësuesit, edhe ajo e Shqipërisë edhe ajo e Maqedonisë. Për Maqedoninë kam luajtur 2 ndeshje miqësore që nuk janë kanë në ranglistën e FIFA-s. Do me thonë, kam luajtur kundër Kamerunit edhe Katarit, mos gabofsha, në Austri kemi luajtur kundër Kamerunit dhe në Itali, në Rom, kemi luajtur kundër Katarit. Aty kam zhvilluar, do me thonë, me Kamerunin kam luajtur 15 minuta, dhe me Katarin kam luajtur gjysmë pjese. Edhe hupe shansën që ta zgjedhësh reprezentacionin, ke mbet? Jo, do me thonë jam ala I lirë se nuk ka qenë. Po që mundësia. E ditë. Do me thonë nuk ka qenë në ranglistën e FIFA-s, ka qenë veç mes përfaqësuesve ndeshje. Edhe, në këtë rast, e ke vendun? Po do me thonë, po foli pak sefte këtu për shpalosën, një diçka. Ekskluzivitet! Pasteli arriti që për herë të parë Taulant Seferi ta informon se cilën reprezentacion do e zgjedh. Taulanti është I futbollisti I Young Boysit. Do me thënë një lojtar shumë rëndësi që ne arritëm me pastel ta marrim këtë informat. Po, qështu. Do me thonë, Federata e Futbollit Maqedonisë, kryesia e klubit, nuk janë me mu direkt do me thonë, lidhje I kanë kontaktet me ty? Do me thonë, I kanë kontaktet me agentin tim, mu I me thonë që çdo ditë bisedojnë, po ato kanë shumë dëshirë që unë të jam pjesë e përfaqësuese të Shqipërisë, po ashtu edhe nuk e mohoj se ashtu si cili shqiptar që e ndjen vetën shqiptar ka dëshirë me luajtë për përfaqësuesin e tij. Dhe nëse do t'jepet ty e zgjedh Maqedoninë, Shqipërinë apo kombëtaren e Zvicrës, sakt dhe qartë, kë do zgjidhje ti? Unë jam shqiptar normalisht. Dhe do zgjidhje? Shqipërinë. Okej, kjo duhej. Një përgjigje. Urime pro, bravo. Shpresoj që së shpejti të shohim me fanelën Kuqeze. Edhe unë shpresoj me kismet do të bëhet. Më trego, mendoj që do të kisha arritur me shumë punë edhe në Maqedoni rezultatet që ke tani në Zvicër? Ose në kushtet dhe mundësit janë ato të cilat ndihmojnë një lojtar? Jo, nuk e mendoj unë ata, sepse në Maqedoni janë kushtet, mu me thonë, ma dopta se do me thonë, në Balkan janë ma dopta, do me thonë, në Zvicra ka shumë dallim dhe mendimi im është se prej Zvicrës mund me pas suksese ma të mëdha dhe perspektivë ma të madhe. Kënë e ke pas, më falin e ta, kënë e ke pas futbollist shembull? Më fal njëri, më fal tjetri. Dita e kërkimit faljes. Futbollist shembull? Po. Maqedoni Cilin e ke admiru
gjatë gjithë jetës, edhe përpara se të fillosh A muj me qëllim? Që i Jo, vogël. thjesht. Që i vogël. Prit. Që i vogël ka thonë Maradonën, mas në tash është Messi. Jo, unë jam kon 8 vjeç kur jam bo, domethënë fan si Barcelonës. Edhe unë në atë kohë kam po Ronaldinhon dhe jam inspiru për Ronaldinhos me lujtë futball, po nuk po du me cek edhe një sen se babgjyshi im, i ndjerë që ka dek, domethënë ai u marrë me futball shumë dhe ai ma ka fut mendje futballin dhe dashurin për futballin. Domethënë unë kam qenë 4 vjeç, 5 vjeç, domethënë shkojshmi në Kumanov çdo trening të bashkimit, KF bashkimit, çdo trening e kena kshyrë. Domethënë ai ka pas një sallë ka rujt sallë sportive dhe merr ke si 4 vjeçar, ma jep ke topin edhe unë ke lujsha aty në sallë. Dhe po du domethënë që me cek se prej atij unë kam këtë dashurinë e futbollit dhe ja ku jam sot. Samir, domethënë pas ka qenë një mesazh që ta pas ka qenë një rrugë, ta pas ka dhënë një rrugë, ka qenë shkaktar që ti sot vish këtë dhe ne të ndjemi shumë krenar që të kemi... Ka qenë rrugë e vështirë kjo që ke kaluar ti këto vite? Ka qenë po, normalisht shumë e vështirë. E thua do të që nga fillimi deri sot ku je, cilat kanë qenë sfidat e cilat është dashur që ti përballesh, ti te kalosh me patjetër sepse unë dua të arri diku më lart se sa ku jam. Nuk muj me dallu çdo cila ka qenë sfida e vetme se një lojtar. Jo, disa e kam fjalën, cilat kanë qenë mbas ato pengesat, ato diçka që ti është dashur ti te kalosh për të arritur këtu ku je. Një lojtar profesionist mendoj se duhet çdo ndeshje ose çdo trening duhet ta marrë 100%, jo 100%, po 120% për me arrit atë çfarë don ai. Domethënë punë. Të japësh më shumë nga vetja. Normalisht. Dhe kjo fotografi është një mbështetje, ka qenë një mbështetje e jotja ky djalë apo? Po, normalisht që po. Kjo është fotografi kemi qenë në aeroplan ku kemi bë fluterimin për në Liverpool, që kemi pas ndeshjen kundër Evertonit. Është Florenti? Florent Hadergjonaj, po. Florent Hadergjonaj. Kjo ka qenë, unë e kam bë këtë foto, ma ka lyp një gazetar i Kosovës. Unë e kam bë me telefon normalisht, tonin. Nuk ka shumë e pastër, po. S'ka lidhje. Synon më shumë? Normalisht që po. Si për shembull? Kjo ka qenë transferimi im Young Boys, ka qenë shkalla, domethënë një shkallë më lart të Maqedonisë, domethënë shpresoj dhe besoj dhe kam dëshirë shumë madhe që të jem një ditë pjesë e Bundesligës. Domethënë ekipe gjermane I preferoj. Unë e them që loja anglezë është më e bukur. Më e mirë është. Tash se cili njeri ka Spanjollët e kanë lojë pak si, mos ta them po shumë për zohën e për fush, po. Anglezët e kanë lojë tipike futboll. Aty me 3 topa vjen gol. Po, normalisht. Ndërsa unë mendoj që spanjollët janë më të shpejtë se me 3 pasime. Spanjollët e kanë ekipën më të fortë. Normalisht ato luajnë taktikisht Madridin dhe Barcelonën. Në fakt Reali me Barcelonën e bojnë ato që popularizojnë më. Ama mirë po Barcelona dhe Reali prishën futbollin. Se Angli mirë e theti. Pasi që mendon që e prishën, se hynon në debat ne këtu. Pasi që kanë shumë para, edhe shkun harxhun 300-400 milion transfere, i bletën gjithë lojtarët më të mirë, edhe ekipet tjera i lën pa lojtar. Edhe më tregon, cila është e keqja këtu? Po duhet me vendu FIFA, kishte të vendon ligj deri në sa milion guxon një ekip të shpenzon të holla. M'duket se e ka pru këtë ligj. Sigurisht ende jo. Po, se Reali shka e morë Bale-in, e morë Ronaldo-n, e morë James Rodriguez, i morë gjithë lojtarët më të fortë që ka më mund të bën transfer, sa ka drejt me botë. Po du me cek një arsye pse du Barcelonën. Se s'dija keni vrejt ajo lojtarët i ka krejt shkollës të vetë. Po. Shumicën e lojtarëve i ka prej shkollës, e për çfarë jam fan që atinve se nuk e ban ekipën me parë ose çështu diçka. E tregom shkollën ti. Prej ku? Prej Kumanovës, bashkimit? Jo, unë karriera ime ka fillu në KF Milano të Kumanovës, domethënë. Unë kam fillu si 7 vjeçar, aty deri 16 vjeçar, 16 vjeçar e kam bërë transferin në Rabotnički kam qenë 1 vjet. Në 17 vjeç që jam qenë në Zvicër e kam bërë kontratën 5 vjeçare. Jam kthyer këtu, kam luajtur edhe 6 muaj, domethënë se nuk e pranoj ke FIFA si 17 vjeçar me shku, domethënë në Zvicër me vazhdu karrierën. Pa i pas 18 vjetë. Pa i pas 18 vjetë. Dhe kur i bona, atëre kur i bona 17 vjetë e gjysë, që shtu jam konë në pjesë e Young Boysit. Si një 19 vjeçar, s'pa merr mendja që ki lidhje serioze, si e raport me femnat?
Sa qefi ka këtë pytje. Nuk ju mungon femnat, ndoket që veç që ka sikletin gjithmonë ja gjumë musafirit. Po ja, si një 19 vjeçar s'ma merr mendja që ka lidhje serioze. A dhe kemi edhe shikuese të gjinisë femërore, besoj që gjitha janë të simpatizu. Kreti dim ato që mos më jap zbulu. Zvicër 19 vjeçar gjithat karrierë me njerë tash. Lidhje serioze, hiç s'ma merr mendje. Jo, lidhje serioze është besoj herët, po... Din 30 thuj kiva. Po me femna nuk ka shumë keq. Me femna. Me femna, tu. Do me thonë shumë i pas. Nuk ka shumë keq. Sa direkt. Do të është shumë mirë. Atë kam thonë që në John Leonardo DiCaprio. Mu po më doket si Gjerdan Shaqiri. Ose si Podolski. Gjerdan Shaqiri, kjo jo Bruce Lee ama. Se shpo. Jo, do me thonë si Leonardo DiCaprio po më kanë thonë. Unë i di shka shoka dhe shka Po mirë, po në dash mendimin tim Lebe tash ku shkove Gjerdan Shaqiri. Se ndështë edhe frizurën e maj pak si të Leonardo. A ka shfaqur interesim klube tjera për aq sa të kam parë në lojat tua në Zvicër për transfere, në base mendon që është shpejt, mirë po gjithsesi tashmë e ke kontratën 5 vjeçare, por a shfaqur interesi? Po, unë do me thonë që shkam një për menagjeri, se do me thonë nuk folë me mu rrëth transferimeve, ka pas, janë kanë 2 ekipet të interesume, edhe pse jam i lëndum, po do me thonë ato nuk më interesojnë tash për momentin, jam i kyqën në Young Boys, nuk e di, ata nuk mi ka zbulu, vetë më ka thonë që janë të interesumë shumë. Birëm, e di një që kanë e Turkisë. E di një Turkisë edhe këty ka une. Po e di mi krej që ka Galata je. Po, se më tha ma herët që është fanë si Galatës më qëtë. E po, unë zdesha të them se shikus do të thojnë, kur tash të pas nga Barcelona, Galata. O inshallah njera të qa. Edhe e marr atë... Trikon, dresin. Dresin fakt Galatas me emrin ton mas, ta ulan Seferi. Pre ekipeve në Itali, cilin ekipe simpatizon? Milane. Po Milan. Ama për Gjermani nuk e tha parës, i shkoj ke Verda me Zezën, po garanti Unë kom qef me të panë Milan edhe me ta marrë dresin tonë. E pëlqen Dortmundin, edhe të shkon të kjo dresin. Unë kom qef me të panë ta ulan Milan dhe me ta marrë dresin tonë. Ashtu bashkë në studiat pastelit, me mdo dhe sërë me veç. Mira ma Milani so kërkon, Galata... Ku o Galata? Ku o Galata? Oshtë në grupe, Milani asë në grupe nuk është. Ku o mëre Galata? A është Holandi i gatshëm për qenë pjesë e ligave më të mira europiane? Zvicra e ka ligën më të mira europiane. Okej, po të tjerat, për shfaqi që edhe Gjermania. Neta, analiste e futbollit presat. Jo që ta dini që jam informuar dhe pse base nuk jam shumë për futbol. Asë njerës nga ke tregu ka cili ekipi futbollit që? Ka Ronaldo. Ja, refa dhe po, se thojnë ekipin ka... Bashkoj me përgjigjet lutem se ta ulan tjesë të pytje këtu. Nuk jam i gatshëm, po jam shumë i gatshëm. Shumë i gatshëm. Po. Çfarë të tërheq më tepër për të qenë edhe më lartë? Pse do famën, mendon që mund të japësh për një ekip që ato të kenë më tepër sukses, sepse din që transferet gjithnjë i tërheq talenti i një lojtari për të ardhur te një klub, apo jo? Për t'i dhënë më tepër një klubi. Mirë po ti, aty ku synon, don më tepër që të arrish më tepër famë, ose nga ana tjetër mendon që ke potencial dhe mund t'ju ofrosh klubit atyre diçka? Ja, absolutisht jo për famë. Sepse dim që shumica e kanë atë synim. Synimi jam është që normalisht me lujtë që se cej kanë në Bundesliga ose në ligat më të mëdha evropiane, për sukseset e mia normalisht dhe mi bo krenar gjithë shqiptarët, kudo që gjindë. Familja sa janë krenarë me ty me që jemi të krenaria? Si e shfaqin ato? Shumë. Berkani ka qenë aty? Ato, aso në smuj me përshkru se sa janë krenarë me mu. Po Kumanova, si të pretë? Kur e shohin taulanti në kafenet e qytetit, në për qytet, si reagojnë ato? Sa foto bëjnë? Karën këtë restoranet hanë papare. Po, të them drejten kur hi ndo një kafe, normalisht se une nuk jam një sportist që do me thonë nuk dalë shumë, kam qef mu ka një lidhë do me thonë me këtë. Dune më nëllë të si cili njeri ka gjysore me bo ma bet, jo që shtu, ashtu, në që shtu dhe të evelin, e më shkoj dita, që shtu. Taulant, po du me ta bo një pytje. Po du me pa dream teamin tonë. Prit të Golmani deri të 11 lojtarëve mi të regu cilë të kiti favorita. Ama le t'jenë shpejt. Okej. Portjer? Begovic i Chelsea portjer? Begovic. Sa shpejt të Begovic. Okej, Majtas. Alaba. Qender. Varan. Qendra tjetër. Ramos. I Realit. Edhe djathtas. Vidal, i Barcelonës që është. Po, mes.
Iniesta. Pastaj? Modric. Edhe James Rodriguez. Kret Realin e thave vlla. Edhe fsulm? Neymar. Messi onësh, edhe Suarez. Ronaldo? Dhe ku do të kishte arrit ky ekip sipas gjithë këtyre lojtarëve FK Tauland. Emra shumë të njohur të futbollit. Super suksese të futbollit. Besoj që nuk kishte pas kundërshtar kjo ekip. Ose do t'i kishte thënë ja, ju adorëzojmë ndeshjen në tavolinë. Tash të ndihmove me këtë ekip, ne që luajmë te Doanin, që është te shoku jem. PlayStation turnire gjithmonë mund përlami se kush cilin ekip me Unë këtë ekip edhe du të me bëni mbëjt që tante. Këtë ekip e bona jo që kam pas më herët, po i kam bë lojtarë që janë më në formë tash për momentin. Po. Do më thonë se dia ke përcjell portierin e Begovic. Po. Për momentin është portieri më në formë, mund me thonë. Zdimi për tjerëve du këtë Neuer. Neuer. Ka me ta bëni pyetje klasike. Okej. Atë mundon gurbeti. Fillimisht kur kam arrit aty një 4 muajt e parë, po tani e vrejta ndryshimin se do më thonë është jeta më e mirë atje në Zvicër, do më thonë tash nuk e kam shumë problem gurbeti. Do më thonë, qatë që po adaptoshëm punën tënde në lojën gjitha ato, edhe s'po ke kome me në mu mërzi. Do më thonë, mos të arroj të ceki se kur të shkojnë aty në klub të ekipa, do më thonë nuk dilet prej klubit. Pash zote. Do më thonë, qatë që e ke me qef edhe... E kam me qef dhe jam i dashurum në atë profesionin tim që ka e bëj. Ma herët, para se mu kyç në studio, vetëm edhe këtë du t'a di, për mene diçka që ti edhe falesh, apo? Po, do me thonë... Je nga na fes më jo. Do me thonë nuk i fali shpesher ka 5 vakte, po kur ka mundësi shkoj gjithë në xhami, falna. Bravo. Do me thonë i mbështet në Allahut dhe falemderoj për çdo hap që e baj të madhen Allah. Tash u gëzova edhe ma shumë. Tauland, pak parës të tregove që ke pësu lëndime. Mësuj diçka më tepër rreth mjekimit tënd. Do me thonë, prej operacionit deri tash janë bërë 7 muaj, do me thonë jam ende në rehabilitim të lëndimit, po tash jam këtu besoj 10 ditë ose 2 javë, dhe mas 2 javë i kam do kontrolla. Kusha do ta bëj? Cili mjeku? Kretë shikus të di. Muj me cek mjeku special që është privati Roger Federer, ai ka me më kontrollu tash kur të thejna. Dhe për fund dua të di këtë gjë, fare për fund. Çfarë pasojash ka pasur operacioni jot në karrierë, sepse jam e bindur që gjithë shohin dhe dëgjojnë operacionet, të dy këmbët operacion, dhe jam e bindur që pyesin veten. Do të ketë pasoja në futboll, do të luaj sërish, çfarë do të luaj, si do të luaj, thjesht na e qartëson këtë për ne dhe për gjithë publikun që na ndjek. Normalisht, secili futbollist që ofrohet operacioni, domethënë ka dëshirë që me diskutu me mjekun se nëse mas operacionit çish ka me ndodh, ka me pas më probleme. Edhe unë para se me në operacion, kam pas bisedim 1 ditë me doktorin, domethënë. E kam pyetur rreth lëndimit se nëse kam ushnosh, domethënë kam ushëri, çish ka me shku, apo ka me pas më probleme, dhe ai më ka thonë që nuk ka me pas më probleme, edhe unë kam vendosur që më bëj operacion. Dhe të kanë garantuar që do të luash sërish në fushë. Po. Pas sa kohe? Domethënë tash ende nuk e di kohën e saktë, por atë arsye jam lidhur tash me doktorin, domethënë teniserit më të famshëm që është Roger Federer, dhe ai ka me vendosur se çish ka edhe tek. Faleminderit shumë që ishe pjesë e Pastel sot, faleminderit për gjithë informacionet që dhe faleminderit për transparencën, sinqeritetin dhe gatishmërinë që t'jesh në Pastel. Faleminderit edhe juve. Faleminderit edhe juve shumë, ishte kënaqësi që kesh pjesë e emisionit Pastel. Faleminderit. Kur ke dënë një lojë më të mirë, jam aty me ty. Fokisme, shkojmë bashkë këtu. Kjo është edhe fundi dhe dua që së bashkë me Taulandit të përmbyllim pjesën e emisionit për ditën e sotme, mirë po para se të kalojmë fiks te shpica e fundit, do të kalojmë një herë tek titujt kryesor të magazinës informative 21 Live News. E dhunuara që tani jeton në sallë sporti, shqiptarja që e izoloi burri Maqedonas 2 vjet. NATO nxjerr kushte të reja për Maqedoninë. Përveç emrit do të duhet zbatuar edhe pakti i Përzhinës. Vesel Mehmeti në Klik Plus, dera e leancës për shqiptarët hapur mbyllur. Frikë nga mos regjistrimi i refugjatëve, Ivanov ankohet për mbikëqyrje të dobët në kufi.
Opa, uva, selfie, 1, 2, 3, mjavë, genti. A me, bëni sa unë e bëj fotografi. Faleminderit për vëmendjen, miru takofshim nesër. Kështu se kemi mbyllur asnjëherë, mirë po gjithnjë ka një herë të parë. Mirëmbëçi. Ciao.